Për brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka një heterogenitet më të madh se sa që mendohet dhe kjo është shprehur në disa komuna. Njëra prej tyre është komuna e Sharrit Dragashit dhe ne atje kemi bërë një dakordim për shkak se jemi të interesuar për ndryshim. Por nuk besoj që mund ta vëmë shenjën e barazisë midis orientimit në nivelin shtetëror e nacional që ka ajo parti dhe degëve të veçanta me kontekstet e caktuara sociopolitike atje në kushtet e një heterogeniteti më të madh se asnjëherë më parë që ka pas kjo parti politike. Mua më vjen keq se më duhet të shkoj sepse tash kam një takim në orën 11, por ndoshta për dy pyetjet e fundit mund t'ju përgjigjet ministri Murati. Përshëndetje, Valjeta Shala, gazetare nga Radio Televizioni i Kosovës.